Shumë bukur pamja. Mos e pyet mo. Edhe reti qik na e prishën, po më shkoj për puthën t'i tërgu pame gocave. Habitën me pame këshu, më harrojnë edhe mu, pame kryesore. Si marë? Po pra, nuk e di pse. Shpresoj mos ndodhen te kjo. Dash, se tritet mendje më sanej. Paktin, nuk shohim pamjen tane, shohim pamjen tjetër dhe shumë bukur. I kjo pamje më zgjoj nga gjumi, se deri tani ishe në krevat. Po e menojshe ti këtë pamjen? Po. Me kë ishe në krevat? Me pamjen apo me... Si thu ti? A jam me ty këtu? Kishe në krevat me mu, virtualisht. E virtualisht pra se fizikisht jo, a kupto? Se dishti që gjumi ishe të bo unë. A thu? A gërhita një qik? Apo s'gërhita? Fare. Snihem, a? Ja këshu jam, rrim një cep krevat. Shumë seksi ishe. Këshu jeni ju. Më përdorni seksi pa seksi, vetëm kaq më shihni ju. Se një veten e përdorur. Ndihemi përdorur, po, më zhvishni, më bëni, më prekni. Jo i shishëm, jo si shishëm. Jo me trup, jo pa trup. Prekni, më bëni strip. Largoni ju lutem. Kam djenja dhe unë. Dua qik empati. Përrejse do t'jetë i knaqësi për ty dhe me thanë kur i gocë. Mendon... Po, varet që kërkon nga goca, do më thonë, se në qofë se ti shef diçka si që... Varet që kërkon në seriozisht, për shumë që kërkon nga unë, do më thonë, po të pëlqeva, po paten interes, pëlqen edhe menimi jem. Po, pa tjetër, po, se po rri si këta të videoklipeve të vjetër, po të bëdhi një surpriz. Surpriz shumë e madhe, është madhështore, nuk ta mori menja. A vendos këtu? Wow, ta romantik. Po, qa thutja, shiko që jam fake romantik? Po ta vej aty... Je fake romantik? Jo, qa fake me, ishe super naturale. Edhe këtu shku dhe Milan, edhe dhash Lulen, e ka mejen këtu i prapë, edhe pse Milan është ekipimi i zemrës. Edhe... Ta vendosat e vesh i majtë, se e diti atë histori në Hawaii që gocët që e vejnë Lulen të vesh i majtë, simbolizon që janë të zëna. A kuptot ati? Po. A kuptot sa thellë i rashun? Sa thellë... Po, me keja me zënë se? E zënë, të shi. Me këja në takim ti? E kuptova. Me ty, normalisht. Po, me mu pra. Bravo, Sherlock. Tu të shumë ta gjeje. A hu dhe Lulen, a hu dhe Lulen. Po, i pyetje ta shumë këshu flesh. Qa të boni me më zgjedhë në takim? Dhe pse s'doli me mu që në fillim? Po... Apo the hajtë përdor Gjonin një herë, kështu të prezentohen? Jo, nuk përdor i kërkana. Jam shumë sinqert. I përritoj gjëra shumë, si që m'vjen. Nuk e ke janë të më qefti, që nuk e di do mundohen t'a zbuloj. Do me thënë, ajo ana më qefti që thëmë unë, besoj është edhe gjë e bukur. Gjë, do me thënë, dinamike. Nuk e kjo e turpshmja. Nuk jam fare turpshme. Kam akome me nxjerrë shumë gjëra, por... Avash, dhe të kam zgjedhur për takim, për arsyen që kur jam prezentuar në fillim, kam thënë që kam një qik interesit për ty. Qik. Pak. Bravo, kështu m'ull me kom në tokë se më rritet menja. Po. Qik fare, do me thonë. Kështu që me të një qik pëlqim. Qik. Po, edhe unë qik, pra. Edhe ti qik. Qik. Zë më prish. Ja, fare, s'ta prish fare. As me ma ngref pak shumë. Jo, as ta prish, as ta ngref. Po, pra. Mos keq kupto. Jo, mëse kam një pisët. Kështu që unë e qik se nuk i djetë, mund t'a këthim të pisët të them as një 2 gota verë. Ja, të kam përgatit një vend shumë të lezetshëm, shpresoj ta pëlqesh. Kemi edhe gjelin këtu. Sa romantik qenke. Po s'dukesh shto, më paraqitje nuk dukesh romantik. Jo, kështu, s'ta mush shtynë. Avash, mos ma hek karriken, e? Pa ta shit, bëjmë që gallat. Ta njësi me sportivitet. Dukesh të gjitha përveç romantik. Unë? Po. Se ta mush me imë shumë.